30 korrik. Fuqia e tij në dobësitë tona. Atëherë Zoti i tha Gedeonit: "Për mua njerëzia që është me ty është tepër e madhe, që unë të jap Midianin në duart e tij. Izraeli do të mund të mburrej para meje duke thënë: Është dora ime që më ka shpëtuar." Prandaj shpalli tër popullit duke thënë: "Ai që ka frikë dhe dridhet, le të kthehet prapa dhe të largohet nga mali i Galadit." Atëherë u kthyen prapa 22.000 burra dhe mbetën në vend 10.000. Gjyqtarët 7, 2 deri në 3. Në çdo epokë, qëllimi i Perëndis për popullin e tij është që ne të mund të mbështetemi plotësisht tek ai. Kur Perëndia e thiri Gedeonin për të shpëtuar izraelitët, ai u përball me një detyrë të pamundur. Ushtria e tij duhej të përballej me midianitët. Thuhej se ushtria e tyre ishte aq e shumtë, sa që karkalecat dhe devet e tyre të panumërta ishin si rëra që ndodhet në bregun e detit. Gjyqtarët 7:12. Ushtria e Gedeonit prej 32.000 burrash as që mund të krahasohej me ta. Dhe atëherë Zoti i tha Gedeonit: "Për mua njerëzia që është me ty është tepër e madhe, që unë të jap Midianin në duart e tij." Dhe kështu 22.000 burra u larguan nga ushtria. Pa dyshim që Gedeoni po bënte llogarit dhe po pyeste veten se si mund të përputhej në mënyrë strategjike forca me forcë, me një numër edhe më të vogël ushtarësh. Ajo që ai nuk dinte, ishte se do të mësonte domosdoshmërinë e dobësisë. Perëndia është gjithmonë duke punuar në rrethana tona për të na sjellë në një varësi më të madhe tek ai dhe në një lavdërim edhe më të thellë për shpëtimin e tij. Në jetën e Gedeonit, ashtu si edhe në jetën tonë sot, Perëndia nuk la asnjë vend për dyshim se vetëm ai është Perëndi. Lavdia e tij nuk do të ndahet me askënd dhe as do të vidhet nga ndokush tjetër. E thënë thjesht, Perëndia është plotësisht i mjaftueshëm, kurse ne nuk jemi. Si atëherë, ashtu edhe tani, ai na ndihmon të shohim domosdoshmërinë e pranimit me përulësi të dobësisë sonë, në mënyrë që të lartësojmë madhështinë e tij. E vërteta është që krenaria jonë është në formën e vet më të shëmtuar kur shfaqet si krenari frymërore, kur fillojmë të mburremi në lidhje me përvojat tona me Perëndin ose me sukseset tona për Perëndin. Kjo ishte prirja e superapostujve, të cilëve Pali ju referua te 2 Korintasve 12:11. Ata dukeshin si shumë të fuqishëm, plot histori për të treguar se si ishin mbledhur me fuqinë e frymës. Por Pali thjesht u përgjigj: "Një mend, edhe po të doja për të mburur, nuk do të isha i marr, sepse do të thosha një të vërtet, por po kursehem, që të mos mendojnë dokush për mua, përtej asaj çfarë më sheh apo dëgjon prej meje." Vargu 6. Ai e kuptoi që përulësia, dobësia dhe pamjaftueshmëria janë të gjitha çelësa për të qenë i dobishëm në mbretërinë e Perëndisë. Kjo është arsyeja pse Perëndia e zvogloi mëtej ushtrinë e Gedeonit në vetëm 300 burra. Gjyqtarët 7:7. Ai do të përmbushte planin e tij me kaq pak njerëz, saqë kur fitoria të vinte, të gjithë do ta dinin se cili ishte burimi i saj. Në dashamirësinë e tij, Perëndia e bën këtë edhe për ne sot. Ai na kujton se ata që, në sytë e botës, nuk janë në lartësinë e detyrës, në fakt, janë më të dobishmit për planin dhe qëllimin e tij, sepse atëherë është e qartë se kjo është puna e tij dhe jo e tyrja. Nëse dëshironi të mbaheni pas krenarisë dhe varësisë të vetja juaj, ky është një lajm i keq për ju. Nëse dëshironi të merrni lëvdata, atëherë ky është një lajm i keq për ju. Megjithatë, është një lajm i mahnitshëm nëse e dini se jeni të papërshtatshëm për detyrat që Perëndia ju vë përpara. Për cilat nga gjërat me të cilat po ballafaqoheni, ndiheni se jeni krejt të paaft për t'i trajtuar? Mbështetuni tek ai dhe ecni përpara me bindje. Atëherë do të zbuloni se fuqia e tij shfaqet në dobësinë tuaj. 2 Korintasve 12, 9-10. Dhe do ta lavdëroni atë edhe më shumë.